Minoriteti i Maqedonës në Shqipëri, në bazë të kuadrit ligjor, gëzon të drejtën e arsimimit në gjuhën anëtare, ruajtjen e traditave dhe zhvillimin e kulturës, si faktor identiteti dhe bashkëjetese në shoqërinë pluraliste. Aktualisht ai po përballet me një sër problematikash të cilat vështirësojnë zbatimin në praktik të këtyre të drejtave të garantuara me ligj. Në emër të Partisë Aleancë Maqedonase për Integrimin Evropian, i kërkojmë qeverisë ngritjen e një zyre arsimore më vete në Bashkinë Pustec ose në nivel qarku, e cila do të merret me menaxhimin e të gjithë problematikave të procesit mësimor në shkollat e minoritetit etnik maqedonës në Bashkinë Pustec, në koordinimin e hallkave drejtuese për kapërcimin e pengesave birokratike për pajisjen me tekste mësimore në gjuhën maqedonse, për cilësinë e teksteve, për nivelin e personelit arsimor, si dhe për mësimin e gjuhës maqedonse edhe në zonat të tjera ku ka anëtar të minoritetit. Kjo zyrë, duke pasur lidhje të drejtpërdrejtë me Ministrinë e Arsimit, do të jetë promotore e rritjes cilësore në të gjitha aspektet e procesit mësimor në gjuhën maqedonse.